Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Blerim Çela, rrëfimi im për 14 shtatorin, intervista, rebelimi dhunshëm nga Partia Demokratike, ja gabimet e Berishës, isha i arrestuar kur vran Azemin, fajdet dhe aleanca me Lëvizjen Socialiste për Integrim ja humbën kredibilitetin Berishës. Basha i aft, por i përzgjedhur. I plagosur me 4 plumba, vrasja e Jakut sken filmash, atentati në Rëshen, intervista, flet Gjergj Prenga, ekzekutimi në Kafenej, zyrtari të operatorit shpërndarjes energjisë elektrike, 50 vjeçari, fati im më tha shtyu pak. Zgjedhjet, Dibra, Muharrem Rama, 4.000 vota mbi Partinë Demokratike. Akuzat për manipulime, vëllezrit e kandidatit Partisë Socialiste ofruan vende pune. Pierin Ndreu, ca aleat punuan kundër nesh. Lulzim Basha, fitoi karteli i drogës. Kamentor Kikia botohet opinioni ditës me titull Nën Tereza, më e madhe si njeri se sa si shenjtore. Banesa sociale, kush do përfitoj 10% të kredis subvencion nga qeveria. Projekt ligji, 3 kategoritë e reja. Drejtoresha në Kryeministri, Falma Fshazi prezanton fotonovelën e saj, Tirana e vogël dhe Surreli surreal. Arsimi, sot nis viti ri shkollor, vijon radha për blerje librash. Elbasan, babai akuzohet se përdhunoi fëmijën 5 vjeç, akuza e prokurorisë. Shkolla në Vaqar, Sejid Tafaj, Bedri Llagami, gjysmë shekull i kushtuar arsimit, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, flet Ministri Klosi, rillogaritja e pensioneve, skema e re për ushtarakët, intervista, Ministri Blendi Klosi sqaron skemën e re dhe kategoritë që preken nga rillogaritja e pensioneve. Gati dosjet si do të kthehen parat. Rrëfimi djalit i ish kryeministrit Mehmet Shehu, si ma zgjësuan dosjen në dhjetor 1990, flet Bashkim Shehu, e di çka ndodhur me mua, por do mësoja kuriozitete, me dosjet është bërë shantazh. Zgjedhjet, mazhoranca merr me 4.000 vota Dibrën, Basha, fitoi karteli i drogës. Një opinion nga Mentor Nazarko mban titullin Votimet e Dibrës, ngjarje lokale apo kombëtare. Takimet, vizita, Meta pritet në Parlamentin Britanik. Hetimi, horror në Tiranë, gjendet e masakruar kufoma e 25 vjeçarit. Nga Agim Baçi botohet opinioni me titull Letër një prindi. Nga Fatbart Kadilli, Arbid dhe Atov. Nga Bardyl Musai, cënimi së drejtës me pranimet në universitet. Një analizë nga Kosta Barjaba titullohet Hamid Beqa, mendimtari progresist dhe liberal në 3 kohë. Në brendësi të gazetës Panorama është dhe një suplement që sjell dosjen e plot, si u aratis ish kreu i komitetit në 1971-shin, dëshmit dhe dokumentet e sigurimit. Kjo është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, rezultatet, Dibër, Rama mund Bashën. Kandidati Muharrem Rama fiton me 56.3% përballë Sherefedin Shehut. Fitore me mbi 4.000 vota e kandidatit të majt. I djathi humbet edhe në fshatin e tij. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet kërkon shpërblim për fitoren. Kreu i Partisë Socialiste falenderon Dibranët, ndërsa kreu i Partisë Demokratike akuzon për terror. Intervista, Kristaq Kume, shit blerje votash, zgjedhjet u bën si kombëtare. Bisedat e përgjuara, zgjedhjet, zbulohet skema e blerjes së votës nga 2 partitë. Familjarët e kandidatit të majt ofronin vende pune në këmbim të votës. Të majtët premtonin euro për votat, ndërsa të djathtët jepnin lek. Një opinion nga Arben Rozhani mban titullin Vrimat e zeza të fitores së Dibrës. Tiranë, zbulohet në kodër Selit skeleti një mashkulli, mendohet jetë vrarë. Maturantët, fituesit e Universiteti Sporteve dhe të Shkencët e Natyrës. Visargjiti, shkrimtar, krijimtaria ime, vazhdimi asaj që u ndalua dhe u vra. Rrëfimi për botimin e librit Valizhja e shqyer, të cilën e solli për lexuesin në emër të birit Ationit, teksa shenjtëroi Nën Tereza në Vatikan. Elbasan, burri seks me gruan në sy të djalit 5 vjeçar.
Trukimet, etika drejt hetimit të dosjes Skënderbeu, titujt në ajër, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, shumica fiton thellë Dibrën, Partia Demokratike akuzon për blerje votash, analiza e rezultateve. Hetimet për dhunën, biznesmeni libanez në konflikt pronësie për resortin që do ndërtoj. Presidenti nuk e çoi në kushtetuese ligjin e vettingut. Vizita Meta në Britani, të rrisim shkëmbime tregtare. Horror në Selit, gjendet skeleti i një mashkulli mund të jetë vrarë para një viti. Ngërç është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Punës Dibranche, tani ti përvishëm punës për Dibrën. Një koment nga Mark Leonard titullohet Loja në mbrojtjen e Evropës. Nga Miodrag Soric, Trump ose Clinton, nis faza e nxehtë. Nga Agron Bajrami, para Bashkimit Evropian, Kosova duhet të synojë NATO-n. Kultura publike, Zhiti dhe Kola tregojnë Shqipërinë. Në brendësi të gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ekonomi. Fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë, vetëm 23% prej tyre janë vënë në punë. Është gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, Anglia ftesë zyrtare për Ilir Metën. Kryeparlamentari nis vizitën zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar. Orizi plastik rrezikon Shqipërinë. Komisioni Evropian jep alarmin për orizin plastik kinez, i cili përfundon si pilaf dhe sup në stomakun e shqiptarëve. 3 pjata oriz baras me 1 qese plastike. Një opinion nga Denion Mejdani mban titullin Merilindjen shpresa vdese para. Nga Artur Ajazi, Shteti i sekserve. Falsifikimi kartave të gazetarëve. Mira shqiptar në botë të pajisur me karta gazetari ndërkombëtare, ku 2100 janë persona në kërkim. Mashtruesit me uniform, 13 policë dhe 3 shefa sektorësh figurojnë me diploma mësuesi të blera në tregun e zi. Koncensioni rrugës së Kombit, letra e hapur për Ministrin e Transporteve, 3 taksat e rrugës dhe pazari familjar i kreut të prokurimeve. Kandidati Aleancës së Shqipërisë Europiane fiton Dibrën. Edi Rama, fitoria një detyrim i madh. Lulzim Basha, karteli drogës fitoi betejën. Vëllezërit e Ramës kapen duke bler vota. Forum dhe debat, Mitat Havari, beteja me Hashashin në Përmet. Valentin Mustaka, Ministria e Jashtme, fole Servilash. Bardi Berberi, dialog me Sporadecit dhe Kutelit. Skandal me rrugën e Pogradecit, firma kontraktuese që do të bënte 950 metra për $10 milion, merr lekët dhe makinerit dhe ikën në drejtim të paditur, duke e lënë rrugën në gërmall. Mozaik dhe aktualitet është një rubrikë mirënjohur që sjell disa tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Politikan dhe paparazzi sjellin vargjet politikan apo kameleon. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me titullin Kala Dibranche, një analizë nga Bedri Islami, një palë zgjedhje të vogla dhe disa konkluzione më të mëdha. Fitoria së majtës në Dibër me mbi 4000 vota para. Akuzat e Partisë Demokratike dhe deklarata e Lulzim Bashës. Pse kandidatit shehu ju rënua fushata nga partia e vet. Pse rezultati është dëshpërues për të gjithë. Cili është testi Dibrës dhe çfarë i thot ky test Bashës? Faik Konica, miti i një matrapazi, është artikull nga Fitim Çaushi. Faktet e kohës përballë ndërtimit të një legjende të vonë mbi aristokratin dhe polemistin e thekur. A e kanë ndihmuar apo penguar çështjen shqiptare e Konica? Nga Arbenduka vin vargjet Dibra sqeshu plak për bombë atomike. Ngjarja e rrallë, Tajar Proda, një varr për dëshmorin jetim. Nga Entela Resuli vjen profili një oficereje, Anila Popa, një shefe në krye të policëve në Librazht. Banesat sociale, grantet e strehimit, falet 10% e vlerës. Kush është kufoma e gjetur në Selit? Kronik, detajet. Një intervistë me Anela Çekić mban titullin Kryetaria e Gucis, Edi Rama është i mirëpritur për vizitë. Shqiptarët dhe malazezët janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Gjiknuri bëri kurban në ditën e kurbanit. Kandidati i koalicionit të majt, Muharrem Rama, fiton zgjedhjet në Dibër me 4000 vota diferencë.
Editoriali sotëm mban titullin Zoti Basha, si do ta mposhtësh kartelin e drogës të Edi Ramës. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, karteli i drogës fitoi në Dibër. Një opinion nga Blendi Fevziu titullohet Çfarë ndodhi në Dibër. Nga Kristo Mërtiri, përsiatje nga cikli gazetar midis dy shekujve. Intervista Nishani nuk e çoi në kushtetuese vettingun. Viti shkollor, Lindita Nikolla, më shumë investime dhe cilësi në arsim. Kryetari i Kuvendit, Meta, vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, bashkëpunim mes dy vendeve. Koalicioni, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, një bashki për një ministri. Projektet, Klosi, rikthim në identitet të arsimit ton profesional. Festa, politikanët, Kurban Bajrami, më shumë vllazëri dhe paqe. Shëndetësi dhe kohë e lirë janë dy rubrika të tjera që sjellin tituj në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot sjell titujt Partia Demokratike drejt tërheqjes nga dërgimi i vettingut në kushtetuese. Frikë nga një përplasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Nishani, kalim në heshtje të ligjit. Reforma në drejtësi nxjerr jashtë loje Adriatik Llallën. Çdo emërim prokurorësh në dorë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Kryeprokurori vetëm rol organizativ. Pastrimi i drejtësisë, juristët, dorëheqje do jenë të pakta. Gjyqtarët i kanë fshehur pasuritë. Vettingu mund të ketë fatin e dekriminalizimit. Muharrem Rama zgjidhet kryetari i ri i Bashkisë Dibër, fiton me mbi 4000 vota diferencë ndaj Sherefedin Shehut. Partia Demokratike drejt rënimit. Lulzim Basha, në Dibër fitoi karteli drogës, të varfrit u blen me miell. Rama po përgatit vjedhjen e zgjedhjeve të 2017-s. Rama shpërblen Idrizin për fitoren në Dibër. Çamët do marrin vende pune dhe administrator. Nisin sulmet brenda koalicionit Partia Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Kuvendi nis diskutimin për importin e plerave. Deputetët ndryshojnë ligjin për të shuar kundërshtit. Shoqëria civile drejt referendumit. Këshilli i investimeve raport problematik për ekonominë. Borxhi ende i lartë, papunësia në rritje tek të rinjt, investimet e huaja në rënje. Dokumentet e CIA-s, më 1953-shin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të ndërmerrnin hapa për prishjen e bashkëpunimit të Shqipërisë me rusët. Vendi ynë i pavlerë për amerikanët, britanikët hezitonin të jepnin ndihmën e tyre. Një koment nga Bardy Lermini mban titullin Përsëritja është edhe vllai i frikës. Nga Fatos Çoçoli, komisioneri Han dhe institucionet që luftojnë korrupsionin. Nga Besi Bekteshi, Dibra fitoi Emin dhe Shem Lulin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Rama fiton thellë përballë Sherefedin Shehut. Dibranët bëjnë kurban Lulzim Bashën. Dhëndri Berishës shpërthen kundër Dibranëve. U shitën për 50 euro. Nuk u duhet as rruga, as dinjiteti. Basha u hedh Dibranëve fajin për humbjen. U blen dhe u joshën nga pushteti. Fitoi karteli i drogës dhe krimi. Editoriali sotëm më shkruar nga Mero Baze mban titullin Sherefedin, ti mund të fitoje. Zgjedhjet e Dibrës vijnë edhe në rubrikën Antena brenda familjes me artikullin me titull Deklaratat më pikante pas humbjes së Partisë Demokratike në Dibër. Mëtej në faqen e parë të gazetës Tema vijnë titujt e tjerë. Dibra si skrapari, një artikull nga Ilva Tare. Nga Enkeldemi, çorba e hidhur e Dibrës. Nga Carlo Bolino, qytetarët real, shuplak qytetarit digital. Shqiptarët ndër njerëzit që punojnë më shumë në Europë dhe botë, por a do të hapë rrugën shitja e bankers kompanive kineze? 18 vjet nga vrasja e Azem Ajdarit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55 në faqen e parë titujt nuk mund të ketë më zgjedhje me Edi Ramën. Fakti, Partia Socialiste ka bler vota më tepër se ç'duheshin, edhe Muharremi i hutuar nga shifrat. Lulzim Basha, karteli drogës fitoi në Dibër, ne i shpallim sot luftë totale. Foto dhe denoncimin në fiks fare, ja skema e blerjes së votës në Dibër. Vëllezërit e kandidatit Rama dhe koordinatorët e Edvinit zihen në flagrancë, duke premtuar vende pune. Editoriali sotëm është shkruar nga Ilir Nikolla, mban titullin Si duhet të jetë fronti i ri anti-Ram.
Partia Demokratike homazhe në 18 vjetorin e vrasjes së Azem Ajdarit. Kreu i opozitës, vepra Azem Ajdarit, vepra e Korajos për të çuar dhe për të përballur me të keqen. Viti i ri mësimor, por probleme të vjetra. Nga Kris Qeliza botohet artikulli "Sëmundje që mund t'i kushtoj Clintonit shtëpinë e bardhë". Dialogu i fesë me arsyen, 10 vjet më parë, fjalimi Benediktit të 16 në Regensburg. Një dosje nga Kastreo Dervishi në sjell Shqipërinë në foto historike, dërgata folklorike dhe politike e 16 prillit 1939. Japonia, një mik më i afërt se Kina, është një rubrikë që sjell disa tituj në faqen e parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, hipoteka, rivlerësimi edhe për pasuri në proces regjistrimi, udhëzimi, si do të llogaritet tatimi për shtëpitë e vjetra. Projekt ligji, grantet për strehimin social, qeveria fal 10% të vlerës së banesës me kosto të ulët. Universitetet, tarifat për studimet në fakultetet e dyta. Lista me emra, ish të përndjekurit, pagesat për këstin e tretë. Sot dita e parë e shkollës, mungesa në tekstet e abetares, matematikës dhe anglishtes. Zgjedhjet në Dibër, Rama, kryetari i ri i bashkisë, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, na takon një ministri. Ligjiri për falimentin, çdo kërkesë do t'i nënshtrohet hetimit. Në Lazarat kërkojnë Gabriel Garkon për filmin. Prognoza, sa do të rritet euro dhe dollari kundrejt lekut. Një opinion nga Arsim Spajiu mban titullin "Ka vetëm dhe vetëm një Shqipëri". Nga Ledi Shamku, çorba e hidhur e Dibrës. Nga Enkel Demi, vjen një artikull, duhet ketë një gabim shtypi se ka të njëjtin titull "Çorba e hidhur e Dibrës". Gjirokastër 1949, dëshmia tronditëse e spionit grek për orgjit në sigurimin e shtetit. Zbadet letra agentit Niko Braçis, i angazhuar në strukturat e shërbimit sekret shqiptar. Klubi Ballkanit, nga Flutura Açka botohet artikulli "Hashashore për të tërë". Këshilla mjekësore, orizi plastik, rreziku më i fundit që vjen nga Kina, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard çelet me titullin "Paralajmërimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar". Qeveria do të dëmtojë mjedisin e biznesit për përfitime elektorale. Bashkia e Dibrës mbetet tek e Majta, zbardhet blerja e votës. Muharrem Rama fiton 4168 vota më shumë se Sherefedin Shehu. Ngjarja e Fierit, abuzimi seksual me 12 vjeçaren, nëna pranon dhunën në praninë të saj. Në Mbretërinë e Bashkuar, Meta, të vendosur për të konsoliduar demokracinë dhe sundimin e ligjit. 18 vjetori vrasjes, Basha, Azem Ajdari ndryshoi historinë e Shqipërisë, na pret një betejë epike. Faza e dytë, Komisioni Këshillimi për maturantët, riaplikimi nga 23 deri më 25 shtator. Në Tiranë gjendet skeleti një njeriu, i mungojnë disa gjymtyr, hetohen disa pista. Mesi i Shqipërisë, Guardia di Finanza konfiskon 1 milion euro pasuri të trafikantit shqiptar. Arsimi 9 vjeçar dhe i mesëm, sot nis viti i ri shkollor, radhë në librari, mangësi të abetares dhe matematikës. Në përsit gazetës Standard sot është suplementi Autotek, Mercedes-Benz, historie suksesi që nga krijimi i saj. Lufta me smartphone-ve janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Rilindja Demokratike, Gazeta e Partisë Demokratike të Shqipërisë sjell titujt Revolucion. Vota e lirë ka vdekur. Basha deklaron fillimin e një lufte totale ndaj kartelit të drogës, krimit dhe korrupsionit në qeveri. Para, thas me miell, kërcënime dhe dhunë ndaj votuesve. Nga Lulzim Basha botohet prononcimi "Përse humbëm në Dibër". Nga Ferdinand Veliu, artikulli "Pse nuk gëzohet Edi Rama dhe Partia Socialiste". Shefi i krimeve shpërndante lekët e votave. Furgoni me miell për blerjen e votave. Si u masakrua komisioneri i Partisë Demokratike. E moshuara Zelie Gjoni, më dha 20.000 lekë të votoja. Azemi, simboli i qëndresës dhe përmbysjes. Historia e Partisë Demokratike dhe Azem Ajdarit është pasuria më e çmuar për përmbysjen e diktaturës së krimit. Është diçka që shkruhet në faqen e parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi, botimi Lëvizjes Socialiste për Integrim, sjell titujt "Vizita në Mbretërinë e Bashkuar". Ilir Meta, të rrisim bashkëpunimin, mirëpresim investitorët britanik. Kryetari i Kuvendit zhvillon takime të nivelit lartë në Parlamentin britanik.
Presidenti i grupit britanik të Unionit Ndërparlamentar Evans priti të veçantë për nder të delegacionit shqiptar. Kurban Bajrami, kryetari i kuvendit, uron besimtarët musliman, Meta, kjo ditë nxit për më shumë falje, tolerancë, mirëkuptim dhe solidaritet. Intervista flet kryetaria e Bashkisë së Prenjasit Miranda Rira. Në vitin e parë të punës kemi ndërmarrë nisma sociale konkrete. Zgjedhjet vendore në Dibër fiton Aleanca për Shqipërinë Evropiane. Muharrem Rama shpallet fitues me 56% përballë kandidatit të djathtë që mori 43.7% të votave. Aluizni Durrës, dje u bën 20.000 legalizime në 3 vite punë. Festa e Bajramit, Flamur Gjuzi, legalizuan falas 35 objekte kulti për komunitetin musliman. Një koment nga Ana Palacio mban titullin Rregullat e skenës politike në zgjedhjet presidenciale amerikane. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë sjell titujt Partizani në krizë goli, tifozët kundër Sormanit. Vllaznia ndal të kuqt, ultrasit nuk pranojnë sqarimet e trajnerit pas ndeshjes. Reagon presidenti Demi, nuk ka çështje për pankinën, italiani ka kontratë 2 vjeçare. Titullin kampion e ka vullosur UEFA, por Federata Shqiptare e Futbollit është e lodhur nga europiani. Kuksi thyen Teutën mes polemikave. Hasan Belliu, arbitri ka marrë rishfet. Dursakët të revoltuar për një penalti fantazëm që ndryshojnë ndeshjen. Reagon presidenti Teutës, Credence Metën e çojmë në prokurori. Ikona Korçare, Xhambazi, akuzat të pabaza, ka xhelozi ndaj Skënderbeut. Errall, 5 dasmat e Beslidhja, lezhjanët për rekord. Prapaskena, Tirana, Daja alarmoi delegatin, trajneri me tone të larta në pushimin e ndeshjes në Laç. Flamurtari, Leonida Çuri, me Maganin janë për titull. Champions, Bayerni do rekord, Müller presion Ronaldos. Legjendat Del Piero dhe Viali, Juvia do pushtoj Europën. Interi, golat, Icardi parakalon fenomenin. Gossip, Rashica kapet me Ilda Bejlerin, jetë rrethare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin të transmetojë një blog informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.